Tunë gjatjeta uroj të jeni mirë. Miqtë të dashur, java ka nisur, por lajmet janë aty dhe zhvillimet e mëdha janë aty, qoftë në rajon, qoftë në Shqipëri. Në veri të Kosovës, Serbia ka ngritur një alarm të rem, i cili ka disa qëllime strategjike, të cilat i provokon Aleksandar Vučići për arsye të momentit të rënd, të vështirë dhe të rrezikshëm gjeopolitik në të cilin ndodhet ai. Dhe Serbia, ndërsa në Tiranë një lojë e madhe është duke u bërë dhe nuk po i tregohet shqiptarëve lidhur me shitjen e sigurisë kombëtare të Shqipërisë dhe të shqiptarëve në Kinë. Çfarë është projekti i ri i Edi Ramës nëpërmjet të cilit ai synon të kalojë në mënyrë tinzare dhe dinake nëpërmjet projektit Smart City, një tentativë e Edi Ramës për të kaluar sigurinë kombëtare të shqiptarëve në duart e kinezëve, por me ndërmjetësim arab. Çfarë është duke ndodhur? Qëndroni me mua, unë në një minutazh që shpresoj do të jetë i shkurtër, do t'ju tregoj shumë shkurt këto dy momente të rëndësishme. Ju kam thënë në Hag është duke u bërë një dëshmi shumë e rëndësishme e generalit Clark, njëri prej njerëzve më me peshë në Amerikë, i cili vjen me peshën e Washingtonit dhe të Pentagonit, zbret sot tek gjykata speciale në Hag për të dhënë dëshminë e tij për UÇK-n. Dhe në varësi të dëshmisë së tij dhe të fuqisë të dëshmisë së tij, do të kemi ndikim të drejtë për së drejti, të drejtë për drejtë në vendimin e speciales, e cila edhe pse thotë se nuk ndikohet nga politika apo nga deklaratat e tilla, ardhja e generalit Clark si dëshmitar kyç dhe si ish shefi i NATO-s, njeriu që ngjizi gjakun e derdhur për Kosovë, aktivitetin e ushtrisë shërbimtare të Kosovës, me momentin historik të drejtës shqiptarëve për të patur shtetin e tyre të Kosovës, për të patur liri dhe pavarësi nga Serbia, do të jemi në një moment të ri. Momenti i dytë, ju a shpjegova mbrëm, është fakti që Aleksandar Vučići ka marrë një 10 ditë shkohë nga amerikanët dhe nga europianët për të larguar Rusinë nga nishi dhe për t'ia hequr naftën e Serbisë nga duart e Rusisë. Ky është një moment shumë i tensionuar i Aleksandar Vučićit dhe kjo tregon se cilat janë dinamikat e forta brenda Serbisë. Jemi në afër në 1 vjetorin e përkujtimit të shpërthimit dhe të sulmit terrorist në Iberlepens, pra në komunën e Zubin Potokut në veri të Kosovës, dhe çfarë po luan Rama këtu në Tiranë me projektet e tij dhe si vazhdon loja e Tiranës zyrtare dhe e kartelit të rilindjes që bën dhe vishet si perëndimor, por në thelb janë duke marrë hapa krejtësisht në krah të kundërt. Dhe problemi është që nuk po na thonë ne as shqiptarëve se çfarë janë këto lëvizje dhe me çdo drejt i kërcënojnë në interesat gjeostrategjike dhe sigurinë kombëtare të Shqipërisë nëpërmjet një projekti të cilin do t'ju tregoj shumë shkurtimisht që është duke ndodhur. Serbia është në një moment jashtëzakonisht të vështirë. Do të marrë hapa të mëdhenj, do të jetë e detyruar t'i thotë Rusisë jo, dhe nuk është më e lejuar që të vazhdojë lojën e saj me 2 porta. Çfarë do të thotë kjo? Kosova nuk është më e tyre. Për këtë po binden çdo ditë më shumë dhe do të ushtrohet mbi ta presion në rritje, i cili e vendos në vështirësi me baklavan, duke qenë që e mbajnë një dorë në Revani. Një dorë në baklava, i kam thënë tani do ta heqësh dorën nga baklavaja, do ta mbash vetëm tek kadaifi apo tek Revania. Pse? Nuk ka kohë, ka vetëm 10 ditë kohë. Për të kontrolluar narrativën e re që do ta shpik Beogradi, që është serbët janë viktima dhe serbët janë në sulmin e shqiptarëve, Serbia po përpiqet që të krijojë imazhin se Prishtina është duke terrorizuar popullin serb në veri të Kosovës dhe këtë e bën që të justifikojë një presionin diplomatik që po i vjen nga Amerika dhe nga Bashkimi Evropian, që të justifikojë qëndrimin e tyre dhe narrativën se Kosova është një shtet i rrezikshëm dhe për këtë nuk është mirë të shkojmë shpejt në mbyllje të procesit të dialogut me të, dhe kërkesën për rritje të prezencës së KFOR-it, pra dhe të që është NATO-a. Kjo ndodh gjithashtu për të devijuar vëmendjen nga zbulimi i detonatorëve
pra i armëve dhe i eksplozivëve që ka zbuluar forcat e sigurisë Kosovës në veri të Kosovës, dhe pas gjetjes së këtyre detonatorëve dhe të arsenalit të armatimeve dhe dyshimeve për grupe terroriste, Serbia pikërisht në këtë moment tenton të zhvendos narrativën nga aktivitetet e rrezikshme në veri të Kosovës tek gjuetarët e pafajshëm të cilët që kanë terrorizuar nga arrestimi i forcave të sigurisë të Kosovës. Kosova duhet të jetë e vëmendshme shumë në këtë moment, sepse pavarësisht se sezon gjuetie dhe se popujt e të dyja anëve të kufirit e mirëkuptojnë, shpesh ndodh që shqiptarët kalojnë në kufirin e Serbisë me dele apo me bagti apo duke bërë gjueti, dhe anasjelltas qytetarë serb të kalojnë në kufirin e Kosovës, kjo gjen një mirëkuptim nga qytetarët e dyja palëve, Beogradi nuk do ta lejojë këtë mirëkuptim. Popujt nuk duan luftë as tensione, por Beogradi nuk do ta lejojë këtë. Pse? Sepse ka precedent në të cilët qartësisht Beogradi ka përdorur tentativën për të krijuar organizata terroriste serbe, të cilat pas qershorit, kthehemi në vitin 1999, pas qershorit të vitit 1999, psuan një rritje të madhe numri i këtyre organizatave terroriste të koordinuara me strukturat e Ministrisë Brendshme të Serbisë në veri të Kosovës dhe me shërbimet sekrete serbe atje. Çfarë bënin? Ata organizonin sulme dhe akte terroriste në Kosovë, por jo gjithmonë kundër kosovarëve apo kundër shqiptarëve, por ndaj vetë serbëve, dhe kjo kishte qëllime të qarta propagandistike dhe politike. Vetëm disa ditë pas takimit të kolonelit të famshëm Legia me Zoran Angelković dhe të tjerë general në Graçanic, ndodhi ai që ishte njëri prej krimeve më monstruoze në fshatin Grac të komunës së Lipjanit, ku vran 12 serb në korrikun e vitit 1999. Pra Kosova është një lloj si ata ushtarët e shkret që i kishin, Serbia është një lloj si ushtarët që i kishin në kohën e monizmit këtu, që për t'u larguar nga ushtria dhe për të marrë disa ditë raport, gjuanin me armë këmbës apo dorës apo ndigjnin dorën me vajgur. Më kanë treguar vetë mua ushtarët, donin të merrnin 15 ditë, 30 ditë, ndigjnin duart me vajgur, e mbështillnin dorën me vajgur, ose gjuanin me fishek në dorë apo në këmbë, një shkrepje pa dashje, në mënyrë që të goditeshin, të shkonin në spital dhe të merrnin raport nga kushtet e vështira në të cilat gjendej ushtria popullore në kohën e komunizmit. Dhe shpesh përdornin vetë sakrifikimin. E njëjta strategji ndodh sa herë rriten presionet në Beograd, aq më shumë do të rritet vetërsnia ndaj veriut të Kosovës duke provokuar ngjarje. Arrestimi i gjuetarëve dhe lëshimi i tyre nuk përbën ndonjë problem, dhe ky është një mesazh i cili duhet i shkojë Beogradit, sepse antarët e grupeve terroriste, antarët e grupeve që vrasin, presin dhe banda terroriste të strukturuara nga Ministria e Brendshme serbe dhe nga agjencitë të tjera të shërbimeve sekrete, mund të vishen si gjuetar, mund të maskohen si bari, mund të maskohen si lopçar, mund të maskohen si druvar, njerëz që kanë shkuar në pyll për të prerë dru, apo kanë shkuar për të kullot delet apo për të kullot lopët e kështu me radhë. Ndaj vëmendja nuk duhet ulet për asnjë moment. Pse? Sepse ky është një moment tepër i rrezikshëm, në të cilin ka një rikthim të fuqishëm të SBA-ve në Ballkan, ka një rikthim të fuqishëm të SBA-ve në Hag, ka dhe një rikthim të fuqishëm të lojës së madhe të ekuilibrave, e cila po shkon drejt mbylljes, veçanërisht në momentet e fundit me krijimin e aleancës ushtarake Shqipëri, Kosovë, Kroaci, Sloveni, me shpresën që të vinë dhe bullgarët, por edhe me konsolidimin e këtij aksi, si për të treguar Serbisë që të gjitha tentativat për të destabilizuar Kosovën apo rajonin do të jenë të dështuara. Ndaj, tentativa e Beogradit për të bërë viktimën
është një tentativë e dëshpëruar që tregon dhe fsheh në realitet dhe në thelb projektin e Beogradit për të destabilizuar Kosovën dhe për të destabilizuar veriun e Kosovës dhe për të nxjerrë diskursin politik dhe diskursin e komunikimit zyrtar me Perëndimin në këtë moment nga presioni që ushtrohet ndaj Aleksandr Vučićit dhe Serbisë në presion i cili duhet të transferohet tek shqiptarët në thonjza të pa edukuar, shqiptarët që po na vrasin, po na shkatrojnë, po na ushtrojnë presion dhe trusni, po shkatrojnë, po arrestojnë, po vrasin serbët e veriut të Kosovës si një mënyrë për të kaluar fajin nga ana e shqiptarëve dhe për të gjetur fajtorin tek shqiptarët. E njëjta gjë që bën në fshatin Grac, pra të komunës Lipjanit, siç ju tregova, masakra 12 serbëve, dhe ishte gabimi fatal aso kohë i Hashim Thachit, i cili doli dhe tha shqiptarët duhet të ndjehen në turp dhe në faj. Dhe sot është në të njëjtin pozicion atje në Hag, duke pranuar në një mënyrë apo në një tjetër, në mënyrë indirekte që ishin shqiptarët ata që e kanë kryer masakrën e Lipjanit, dhe kjo nuk është as pak e vërtet. Masakra e Lipjanit është kryer nga një koordinim i kolonelit famkeq Legia me Zoran Angelković në Gracanic, të cilët menjëherë pas përfundimit të luftës në Kosovë dhe në Ballkan, pra, dhe në tentativë për të kaluar narrativën e makinerisë vrasëse gjenocidale të Slobodan Miloševićit dhe në transferimin e vëmendjes së opinionit publik botror nga Serbia kriminale në shqiptarët janë kriminal. Dhe kjo është një grack tek e cila shqiptarët nuk duhet të bien pre. Kush ishte ky koloneli i famshëm Legia? Legia ishte Milorad Ulemek, është emri i tij vërtet, por quhej edhe Legia, është ish komandanti i Jednicës për operacione speciale Beretat e Kuqe, forcat elitare të Ministrisë së Brendshme të Serbisë. Ai qenë i dënuar për burgim të përjetshëm dhe vrasjen e kryeministrit serb Zoran Đinđić në vitin 2003, sikurse është i akuzuar për disa sulme dhe atentate të tjera terroriste, njëri kyç në krimet e regjimit të Miloševićit. Dhe Zoran Angelković, i cili është një politikan serb, ish zyrtar i Partisë Socialiste të Serbisë, SPS-ja, i cili ka qenë kryetar i trupit koordinues për Kosovën dhe Preshevën, përgjegjës për të gjitha krimet e i njohura të Miloševićit dhe të makinerisë serbe. Atje ka qenë njëri prej funksionarëve serb që i ka mbikëqyrë në vazhdimsi strukturat paralele në Kosovë në vitet pas luftës. Ky aktivitet nuk ka asnjë mundësi që të mos përsëritet më, edhe mund të përsëritet, sepse ata do të bëjnë gjithçka që është e mundur për të shpallur shqiptarët si fajtor, dhe mund të maskohen edhe si gjuetar, edhe si lopçar, edhe si barin delesh, edhe si të duar një. Një spiun, një agent, një infiltruar, një antar një grupi terrorist merr çfarë do lloj trajte që ja kërkon në roli i tij, dhe nuk ka asnjë sens që të thuash pse u arrestuan dhe pse i kapën. U arrestuan, u liruan, ju verifikuam, janë gjuetar apo janë gjuetar, edhe ikin shtëpitë vet, vazhdojnë shkojnë pinë çaj apo çfarë duan me bë. Por Kosova duhet mos e ul për asnjë minutë vëmendje në këtë moment, sepse provokacione të tilla do të përsëriten pasi, siç u thash, Beogradi e ka laku në fyt me Aleksandr Vučićin. Do të bëjë gjithçka që ne të mos jemi më favorizuar dhe ne shqiptarët, të cilët do të na vi edhe ne presioni tani nga ana tjetër, dhe duhet bëhemi gati për presionin që do të na vi. Sa më shumë do të presionohet dhe do të shtypet Beogradi, aq më shumë do të na vi dhe ne radha që të bëjmë edhe ne lëshimet tona, sepse siç u thash, Amerika po kthehet fuqimisht dhe Amerika jo gjithmonë vendos drejtësinë, ka më shumë në momentet caktuara ka prioritet stabilitetin ndaj drejtësisë. Do të bëhemi
do të jemi shumë të kujdesshëm në këtë moment, sepse ajo që po ndodh në Ukrainë është shumë e madhe, ajo që po ndodh në Europë është shumë e madhe dhe në gjithë botën është shumë e madhe dhe nuk përjashtohet që të rindodh këtu tek ne. Kjo ishte sa i përket procesit të rrezikshëm që është duke ndodhur në Kosovë dhe në veri të Kosovës duhet të mbështetur pa asnjë diskutim forcat e sigurisë Kosovës dhe duhet të jenë me 4 palë sy tashmë që jemi edhe në përvjetorin e shpërthimit të kanalit të Iber Lepencit në Zubin Potok, nuk është larg mendjes që të përsëriten tentativa të tilla dhe aktivitete të tilla terroriste për destabilizuar Kosovën dhe për transferuar presionin ndërkombëtar nga Beogradi në Prishtinë, nga serbët tek shqiptarët në këtë moment deciziv gjeopolitik ku SBA do të hyjë dhe do të tentojë të nxjerrë Kinën me Rusinë nga Ballkani apo do të tentojnë të ndajnë zonat e tyre të influencës, me sa duket vendimi amerikanëve për ta nxjerrë Rusinë jashtë është i qartë, tashmë me kërkesën e Trumpit, i cili i thot vetëm 10 ditë ke kohë Aleksandr Vučićit që të përzesh rusët nga rafineria e Nishit, që është zemra e energjetikës dhe karburantit në Serbi. Tashmë në këtë moment, në të cilin po ndahen këto kufi, Rama nga ana tjetër në Tiranë vjen në një moment të dytë ku e çon sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe të shqiptarëve ja transferon kinezëve. Çfarë po ndodh u Kreshnik? Pse ke ti inat, pse flet gjithmonë kundër i marrësh të keqja të ti, është njeriu më i mirë, thon patronazhistët. Patronazhistët vinë këtu, bëjnë diversion, nuk kanë çfarë të bëjnë tjetër dhe bëjnë diversion, po ç'keti pse i bie Ramës, po pse ti si bie këtij, po pse i bie atit, po pse si bie Berishës, po pse unë i bi të dyve, unë i bi të gjithëve, por jo, ata duan që ti të merresh gjithkohës me opozitën, sepse i shërbejnë Ramës. Rama në kohën kur SBA-ja po bën përplasjen me thyerje kockash me Kinën për ndikimin e saj në rajonet tradicionale të influencës amerikane, siç po duket qartë acarimin ndërmjet Japonisë dhe Kinës për Tajvanin, duket qartë që është me urdhër amerikan. Pra Amerika po i mobilizon të gjithë aleatët e saj dhe po i thot, ky është momenti, o do të jeni me mu ose lojra dyshe nuk ka. Çfarë loje dyshe po luajnë këta? Këta po luajnë lojën duke ju thënë shqiptarëve ne jemi me Amerikën dhe duke sulmuar çdo njeri tjetër i cili u aprish narrativën aty, nxjerrin psikopetër nëpër televizione, kush si amerikan, kush si afgan dhe sulmojnë pjesën tjetër, pra ne që u aqerrim maskën dhe u zbërthejmë të mbathurat, i lëm pa të mbathura, këta nuk kanë turp të dalin pa të mbathura sepse kanë në politikën e tyre që të jenë të dalin dhe të fotografohen pa brek, ky popull i votoi edhe pse e pa brek, prandaj por ne zbërthejmë atë që ata bëjnë dhe u nxjerrim të palarat në publik me fakte dhe me argumente. Por po të shihni në këtë përballje momentin që po përballet fort Rusia, BE-ja, Kina dhe SBA-ja këtu në Ballkan dhe po vinë minutat shtesë, po luhen minutat shtesë të ndarjes së shapit nga sheqeri, Rama e mbani mend se si u kap në Itali duke bërtitur me ato telefonatat që po bënte. Njëri nga informacionet që vijnë nga Roma dhe nga Tirana është se ajo telefonat ka qenë, dyshohet pra të ketë qenë me persona të cilët janë përgjegjës për avancimin e procedurave të projektit Smart City. Ç'është ky projekti Smart City? Projekti Smart City, që t'ju bëjmë të qartë, është një projekt për digitalizimin e rrugëve të Shqipërisë me kamera survejimi. Kamera survejimi të cilat ju kërkoj ndjes, sepse ndoshta jam akoma në një fazë gripale. Smart City është një projekt kamerash, është një projekt i Big Brotherizimit të Shqipërisë nëpërmjet justifikimit për mbrojtjen e sigurisë. Pra, në çdo rrugë, në çdo lagje, në çdo cep, në çdo moment, në çdo urë, në çdo do të vinë vendosen kamera të cilat janë të lidhura me qendrën,
dhe qendra bën analizën dhe do zbulojnë thot krimet. Këtë e pam tek Edi Rama, i cili, por lepuri fshihet më mbrapa. Ku fshihet lepuri do t'ju shpjegoj tani. Menjëherë sapo ndodhi atentati terrorist i Rinasit dhe u gjendën të vrarë 2 persona, të cilët sapo kishin fluturuar nga Spanja dhe erdhën sa mbritën në Rinas, i dolën kartelet dhe i ekzekutuan. Çfarë ndodhi? Menjëherë pas këtij sulmi, Edi Rama nuk doli që t'i thotë shqiptarëve që qeveria ime ka dështuar dhe qeveria ime bashkëpunon me kartelet dhe organizatat kriminale, por doli t'u thotë shqiptarëve që ne po të kishim patur kamerat dhe po të kishim përshpejtuar projektin e Smart City dhe të digitalizimit të rrugëve, ne do të kishim kamera dhe ne do të kishim mundësi që t'i zbulojmë autorët e krimit që shkuan dhe i dogjën ato armët e krimit dhe gjurmët e krimit dhe makinën e krimit, shkuan e dogjën në fushkruj, ne do t'i kishim gjetur në kohë rekord. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që Rama i tregon shqiptarëve pra kap momentin që ishte kundër tij, që ka rënë shteti, ku karteli të vret mes të ditës dhe nuk do me ditë fare dhe ikën mes ditës dhe nuk ka kusht ta kap, ai thot e shihni sepse nuk i kapëm dot, nuk thot sepse Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit bashkëpunon me krimin e organizuar, por u thot shqiptarëve nuk i kapëm dot sepse ne nuk kishim vënë kamerat përpara. Po çfarë fshihet mbrapa kamerës? Kamerat janë një projekt sekret i përdorur, i cili ka qenë deri në këtë moment, ka qenë i futur në sirtar me kujdes dhe është një projekt Smart City, qyteti digital, qyteti i mençur, qyteti i zgjuar. Projekt i cili duket qartësisht që ka një mungesë totale të konkurrencës dhe transparencës në përzgjedhjen e kompanisë zbatuese dhe në mënyrën e miratimit të kontratës. Kontrata i është dhënë një kompanie që quhet Presight AI. Presight AI është kompani e inteligjencës artificiale nga Emiratet e Bashkuara Arabe në një proces të hapur tenderimi. Duke e patur parasysh se kjo vinte nga atje, kjo procedurë jo konkurruese është mundësuar nga një kuadër i posaçëm ligjor që Shqipëria e ka miratuar për investimet strategjike nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Ç'është ky kuadër ligjor? Kuadri ligjor tregon se konkretisht në vitin 2020 Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar një ligj i cili i përjashton të gjitha kompanitë që vinë nga Emiratet Arabe nga procedurat standarde të prokurimit publik apo të tenderimit, në mënyrë që t'i hapin rrugë zgjedhjes drejt për drejt dhe direkte të kompanisë që vendosin këta. Ky precedent u përdor edhe për projektin e Alabarit në Durrës, për portin e Durrësit, i cili u zhvillua nga kompania e Muhamed Alabarit dhe tashmë po ndodh në projektin Smart City. Çfarë po ndodh? Në Abu Dhabi në vitin 2024, ish ministri i Brendshëm dhe njëri nga zogjt bilbilonjës më të mëdhenj të rilindjes Tauland Bada ka nënshkruar memorandumin e mirëkuptimit me kompaninë Presight AI, Presight Artificial Intelligence, pjesë e kujt e një grupi që quhet G42, G42 me bazë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ky projekt nuk është thjesht një investim teknologjik, siç pretendon Edi Rama, por është diçka shumë më e komplikuar se kaq. Marrëveshja, çfarë parashikon kjo marrëveshje dhe ky memorandum? Parashikon instalimin e një rrjeti të avancuar kamerash dhe radarësh në qytetet kryesore të Shqipërisë që synon, që çfarë synon, të rrisë kapacitetet dhe sigurinë publike të qytetarëve dhe të kontrollojë çfarë ndodh, të jetë syri i qeverisë dhe
të rrisë sigurinë publike, të transformoj menaxhimin e trafikut përmes teknologjive bashkohore. Kemi botën e artificial intelligence-s, jemi në kohën e ChatGPT-s, jemi në kohën e inteligjencës artificiale. Tani çfarë do bëjmë? Do bëjmë ca projekte që të kush është maska? Të zgjidhim hallet e qytetarëve dhe të ruajmë rendin dhe sigurinë. Pra, Shqipëria një Big Brother i madh. Deri këtu, hajde se qeveria na përgjon. Hajde se shteti jon po na përgjon. Ku shkojnë këto të dhëna? Në çdo cep të Shqipërisë, në çdo cep të qytetit ka kamera të cilat shohin fytyra, shohin targa, shohin njerëz, shohin familjen tënde, shohin ty, shohin njerëzit e familjes tënde dhe dal nga dal shkojnë tek projekti i digitalizimit total dhe i robotizimit të racës njerëzore. Çfarë po çlidhje kanë kinezët këtu o Krishtin? Problemi nuk është as ke Kina as ke kinezët, problemi është se Kina dhe kinezët duan të jenë prezent. Dhe ku ka më bukur që të jesh prezent në një shtet antar të NATO-s, që pretendon se është antar i NATO-s, dhe i cili bërtet gjithë ditën Amerika, Washingtoni, BE-ja, integrimet evropiane, dhe i dorëzon gjithë infrastrukturën e sigurisë në vend, kompanive dhe ndikimit kinez. Na thoni, nëse jeni bërë me Kinën, na thoni çfarë përfitojmë ne shqiptarët që do të bëhemi me Kinën dhe na thoni cila është arsyeja pse do të dalim nga njëri bosh dhe do shkojmë tek boshti tjetër. Kompania Presight AI e përzgjedhur nga Edi Rama dhe nga Rilindja nëpërmjet Taulandballës sipas takimit që a thash u bë në Abu Dhabi, është pjesë e grupit të G42, i cili në të kaluarën ka patur bashkëpunime strategjike, teknologjike dhe informacioni me kompaninë Huawei kineze. Huawei ju e dini ka qenë në përplasje të fortë aso kohë me SHBA dhe me teknologjinë amerikane. Dhe është i lidhur dhe është i akuzuar drejt për drejt për lidhje me qeverinë kineze. Ju e keni parë shpeshherë edhe debatin që është bërë nga ligjvënësit amerikan në Senat dhe në Kongres, dhe të cilët kanë shprehur rezerva të fuqishme lidhur me partneritetin me Presight AI, që është kompania që e ka zgjedhur Tauland amerikani, me Edi Rama amerikanin dhe me zagarët e tyre filo-amerikan të maskuar si amerikan, por që bëjnë lojën e kundërt, mos harroni këtë, janë të akuzuar për lidhje me Huawei-n, pra Presight.ai që ka zgjedhur Rama të japë të gjitha kamerat e Shqipërisë, familjet tona të shkojnë të gjitha aktivitetet, çfarë bën brenda ditës, të shkojnë të gjitha në Kinë. Këta tanët çfarë thonë? Këta thonë që do t'i kontrollojmë ne informacionet. Por kjo është një rrenë e madhe, sepse në qoftë se teknologjia ka mbritur sot në nivelin ku ajo merr në kohë rekord të gjitha dhënat nga çdo cep dhe nga çdo lagje e Shqipërisë, atëherë nuk ka asnjë problem të gjendet edhe teknologjia e cila e kalon këtë informacion tek burimi, tek baza, dhe ju e kuptoni çfarë do të thotë. Nëse Presight AI apo partnerët e saj që janë në pjesën e hardware-it, pra pjesën e programit, pa diskutim që ka opsione dhe hapësira sa duhesh, po të pyesni ekspertët e internetit apo të hardware-it apo të teknologjisë informacionit, ju do të shihni se ka pas një diskutim hapësira që e lejojnë rrjedhjen dhe transferimin e informacionit, gjë që do të cënonte jashtëzakonisht të rënd një sigurinë kombëtare të Shqipërisë, sigurinë e informacionit të një vendi antar të NATO-s, por dhe sovranitetin e informacionit të një populli i cili vazhdon të jetë ndër popujt që i ka shpëtuar këtij monitorimi deri në këtë moment të paktën. Pra, loja është shumë e madhe dhe projekti është shumë i madh dhe lojrat që po bën Tirana janë shumë të rrezikshme. Ky rrezik ndalet vetëm me ngritjen e shqiptarëve. I ka dalë Berisha sot, do t'i ngrejë shqiptarët dhe do të tentojë t'i ngrejë ata.
sepse i erdhi fletëthirrja për 21 janarin. Berisha nuk i thot shqiptarëve çfarë do të bëj, si do ta bëj, por u thot po nuk erdhët në protesta, se kanë nxjerr njerëzit e tij, të cilët thot po nuk erdhët në protesta, do t'ju mbajmë shënim, do t'ju mbajmë regjistër me mungesat, sepse ka dalë një rebelim i madh nga populli opozitar dhe nga vetë demokratët përkrasit më të flak të PD-s, të cilët nuk refuzojnë të dalin në një teatr të dytë, në një skeç të dytë. Shqipëria ka nevojë për një përmbysje totale të kësaj klase politike thellësisht antishqiptare, e cila siç e shihni po ju shet dhe siç ju kam thënë, jo vetëm do na marrin pronat dhe pasuritë kombëtare, do t'i shesin, do të na hyjnë edhe në dyshek, do të na hyjnë edhe në shtëpi, do të na hyjnë edhe në krevat. Ne na kanë hyrë me telefonat, me smart telefonat, me gjithë na kanë hyrë. Problemi është që delegimi i sigurisë kombëtare të shqiptarëve dhe i gjithë informacionit të aktivitetit të shqiptarëve dhe të rrugëve të Shqipërisë në destinacione si Kina është tepër i rrezikshëm dhe kjo bëhet me cover arab për të maskuar çdo lloj pale të tretë apo të katërt e cila ndodhet. Kjo ndodh për arsye se Edi Rama është i kërcënuar, është në ditët e tij të fundit, por e vërteta e dhimbshme nuk është i kërcënuar nga Berisha, i cili po del dhe po nxjerr popullin në protestë për nevojat e veta, por është i kërcënuar nga një lojë më e madhe. Ndaj, Berisha dhe Rama në këtë moment do të tentojnë ta kontrollojnë të dy fort narrativën qeveri dhe narrativën opozit, që të dyja, edhe qeveria dhe opozita, të jenë të kontrolluara nga Rama dhe Berisha në mënyrë që të jenë ata negociatorët e vetëm dhe ekskluziv me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për krijimin e të ardhmes së Shqipërisë në lojën e re të kombeve, e cila është duke u riformatuar në këtë moment. Kaq kisha për momentin, duke u falenderuar për durimin tuaj dhe për kohën tuaj të çmuar. Jeni të lutur t'i bëni subscribe kanalit të gjithë ju që nuk i keni bërë, dhe t'ia çoni këtë video pjesës tjetër të shqiptarëve nëse mendoni se ata duhet t'i kenë këto informacione. Këto ishin zhvillimet e momentit, të tjerë zhvillimet të mëdha do të kemi nga vendi, nga rajoni dhe nga bota, dhe do të jemi aty për t'i parë minutë pas minute, por ju e dini, pjesa tjetër vjen në numrin e ardhshëm.